Pas kërkesës së Bashkisë Pogradec kanë mbërritur nga rezervat materiale të shtetit 50 pako ushqimore dhe 1 ton miell, të cilat do të shpërndahen për familjet e prekura nga vërshimi ujrave në banesat e tyre. Ndihmat synojnë të lehtësojnë situatën e krijuar nga përmbytjet që kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Në vimësi të punës të shtabit të emergjencës të ngritur në Bashkinë Pogradec, pas identifikimit dje edhe sot të 62 familjeve, u kërkuar nga kryetarin e instancat qendrore një ndihmë sado e vogël për familjet në nevojë. Agjencia e rezervave të shtetit solli 50 kuti me ushqime të ndryshme dhe rreth 1 ton miell. Shtabi i emergjencës në përbërjet të cilit ka edhe punonjës nga drejtoria e strehimit janë duke punuar për të përgatitur dokumentacionin për bonus qeraje për këto familje. Janë 6 familje, 4 janë të shtruar në të afërmit e tyre për momentin, njëri ka gjetur qiraje, njërin e kemi në proces zgjidhje. Sipas të dhënave të fundit, 6 familje janë evakuar pasi banesat e tyre janë dëmtuar rënd dhe janë kthyer të pabanueshme. Për këto familje, Bashkia Pogradec do të akordoj bonusin e qeras deri në rikonstruksionin e plot të banesave me fonde të siguruara nga emergjenca civile.